Test. Test. Është një pyetje vetëm, a ka transmetim jashtë, sepse po më shkruajnë, po thonë s'ka transmetim në webfaqe. Jo, për ndërprerje e kam çorë, po ka post. Në rregull. Po, faleminderit se më ndërprej fjalimi për shkak problemeve dhe ndërprerjes së energjisë elektrike. Isha duke thënë që takimi i parë i secilit organ, secilit institucion kolegjial është i orientuar në zgjedhjen e krerëve apo drejtuesve të apo strukturës drejtuese të saj e jo në çështje që përfshin kompetencën e përgjithshme të këshillit apo për çështje të tjera. Kështu që konsideroj që të gjitha veprimet e kësaj seance dhe eventualisht takimit që do të pasoj pas miratimit rregullores të orientohen në mandatin siç ka përcaktuar ligji në drejtim të zgjedhjes të strukturës udhëheqëse të këshillit. Desha po ashtu të shtoj sa i përket propozimit të kolegëve se na e dim se rregulloria për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të këshillit është në procedurë gjyqësore në Gjykatën Supreme. Unë nuk e paragjykoj as nuk e komentoj vendimarrjen e gjykatës që do të pasojë lidhur me këtë proces, po këshilli do i duhet që ta priste vendimin e gjykatës për këtë çështje. Në këtë rast kemi të bëjmë me një parim të gjyqvarësisë apo litispendencës dhe se këshilli duhet të rezervohet nga çfarëdo vendimi që ka të bëjë me këtë çështje administrative. Ky parim nënkupton se organi administrativ në këtë rast këshilli nuk mund të zbatojë dy procedura paralele për të njëjtën çështje administrative dhe për të njëjtën kërkesë. Ky parim garanton siguri juridike dhe parandalim të vendimeve kontradiktore. Siç e dini të gjithë, për certifikimin këshilli ka nxjerrë një vendim i cili është kontestuar në aspektin e lishmërisë, pra kandidatja ka shfrytzuar drejtën dhe i ka inicu mjetët që ja garanton ligji dhe tani me ky akt administrativ i këshillit është në procedurë të kontrollit të lishmërisë. Për ta përmbledhur këtë çështje tani me kemi dy procedura gjyqësore aktive. Njëra për rregulloren për zgjedhjen e anëtarëve prokuror që është në Gjykatën Supreme dhe tjetra që është në Gjykatën Themelore sa i përket kontrollit të lishmërisë së vendimit për mos certifikim të kandidatit në fjalë. Për të dyja çështjet këshilli duhet të pres dhe pasi vendimet e gjykatës të bëhen plotfuqishme duhet të zbatojë ato pavarësisht vendimarrjes që do të pasojë, na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë ato, siç ka vepruar në çdo rast tjetër. Edhe në rastet kur po lexohen dhe po citohen vendimet, po kam opinionin që po këtë citohen, referuar vendimit për masën e përkohshme që ka avu Gjykata Themelore me shenjen ANR 42-4 thyje për 2025 si datës 26/12/2025, se për cilin po flasim këto, në pikën 2, gjykata nuk ka lënë asnjë mundësi dhe ka vendosur masën dhe po e citoj se çka ka vendosur. Pika 2 e këtij vendimi thotë caktohet masa e sigurisë ashtu që i ndalohet të paditurit kundër propozuesit Këshillit Prokurorial me Selim Prishtinë që të ndërmerr çfarëdo veprimi lidhur me objektin e kërkesë padisë së padicës, përkatësisht pezullohet ekzekutimi i vendimit KPK numër 1082/2025 i datës 1 dhjetor 2025 nga dita e pranimit të këtij akt vendimi deri në marrjen e një vendimi tjetër gjyqësor lidhur me këtë masë sigurisë. Si jurist, edhe si njerëz të përgjithshëm, unë nuk e di se nga po bëron një e drejtë që të flitet dhe për te vendimeve dhe masave të cilat i vendos gjykata ta marrim në rolin e gjykatës. Faleminderit. Vetëm desha të shtoj që për këto arsye që i ceka, por edhe 100 arsye tjera që nëse kalon kjo pikë do të argumentoj, vota ime është kundër për këtë pikë. Konkret në pjesën e propozimeve lidhur me që lidhen me aspektin organizativ. Po, propozimi jam është që të procedohet sipas agjendes që është propozuar në fillim të takimit. Faleminderit të nderuar. Konstatoj për proces verbal, anëtari i Këshillit Prokurorial zoti Milat Krasniqi nuk ka vrejtje në propozimet e anëtarëve të tjerë të Këshillit në propozimin para prak dhe
nuk ka ndonjë propozim të qëndrueshëm, cilin ai e thekson sa i përket aspektit organizativ. Para se të kalojmë në votim të rendit të ditës, kërkoj nga sekretariati dhe njëkohësisht autorizoj që sipas kërkesës së zotit Arjan Goshi, antar i Këshillit Prokurorial, t'ju sigurohet nga një kopje të gjithë antarëve të Këshillit Prokurorial të mendimit apo opinionit juridik nga Departamenti Ligjor i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ju falenderoj shumë. Pa ban kryqësues? Sa i përket opinionit, unë mendoj që jeni pak vonë, edhe nuk pajtohem dhe personalisht nuk më duhet opinioni, sepse ju as qarut, opinionin e keni kërku për nevojat e juja. Për mu, opinioni është i panevojshëm këtë fazë. Duket që kërkoj nuk e di nëse është i rëndësishëm edhe për kolegë tjerë, për mu opinioni është i parëndësishëm, sepse ligji është shumë i qartë, për mu s'ka nevojë për opinion, opinionin përdorni për nevojat e juja personale. Faleminderit i nderuar. Veç një fjali, kryesues, sepse disa çështje ngriti Miloti, edhe ju lutem, pjesa e propozimeve çka kalu. Nëse vihet te diskutimet, do ta keni kohën e mjaftueshme të bollshme të shfaqni të gjitha aspektet e tuaja gjatë diskutimit. Opinioni mund personalisht më duhet. Nëse nuk ju duhet, lënë në tavolinë. Ju lutem, unë veprova sipas kërkesës të zotni Arjan Goshit, antari i Këshillit, sepse thash që opinioni është sa i përket mënyrës së udhëheqjes dhe do të jetë pjesë e dosjes. Po me që kishte një kërkesë, atëherë autorizova sekretariatin që ju të pajisni me opinion. Zotërinë të nderuar antarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, para se të shkojmë në votimin për rendin e ditës, më lejoni, duke marrë parasysh që të gjitha diskutimet, emailët e mëparshme, gjitha përpjekjet përmes takimeve jo formale që i kemi pasur së bashku, dhe para se të vazhdojmë, dua të sqaroj për proces verbale. Për antarët e Këshillit dhe për publikun që po e ndjek këtë mbledhje, se sipas natyrës konstituive të kësaj mbledhje dhe kompetenca procedurale të kësaj faze, qëndrimi im institucional ka qenë dhe mbetet se çështja e certifikimit nuk përbën pjesë të objektit funksionalizues për cilin është thirrur kjo mbledhje e parë e Këshillit. Megjithatë, duke marrë parasysh se 3 antarë të Këshillit kanë shprehur në mënyrë të përsëritur kërkesën që kjo çështje të trajtohet në këtë seancë, si dhe me qëllim të garantimit të transparencës, lirisë së shprehjes, së qëndrimeve dhe të drejtës së çdo antari për të paraqitur propozimet e tij para organit kolegjial, vendos që këtë propozim ta lejoj për diskutim dhe procedim në rendin e ditës, si pikë e 3 e rendit të ditës. Kjo nuk nënkupton paraprakisht pajtim institucional me përmbajtjen juridike të propozimit, por ka për qëllim ekskluzivisht që Këshilli, si organ kolegjial, të ketë mundësinë ta trajtojë këtë çështje në mënyrë të hapur, transparente dhe në përputhje me rregullat e vendimmarrjes. Po ashtu, theksoj qartë se çdo vendimmarrje eventuale lidhur me këtë pikë do t'i nënshtrohet procedurave të parashikuara me ligj dhe kërkesës për shumicën nevojshme vendimmarrëse dhe nuk mund të prodhoj efekt juridik jashtë këtyre kornizave ligjore. Ky veprim nga ana ime nuk është bllokim institucional, por përkundrazi është një përpjekje për të garantuar debat të hapur, qartësi publike dhe respektim të rolit secilit antar të Këshillit në këtë fazë. Ju faleminderit. Tani të nderuar antar të Këshillit dhe Prokurorial të Kosovës, lejoni të konstatoj që propozimi nga 3 antarët i zotit Visar Krasniqi, Dadar Nuniqi dhe Arjan Goshi futet në
rendin e ditës si pikë e tretë e rendit të ditës. Pra, propozimi për certifikimin e kandidatës zonja Elza Bajrami Kastroti, duke të kom bjemi. Po, pse si pikë e rendit të tretë? Ju këdhash arsyet, ju lutem. Asnjë arsye nuk ndëgjova. So antarë këshillit po i sheshtë. Po. Pensa janë. Po. 3 antarë po të kërkojnë si pikë e parë të rendit ditës. So vota i kin këshill? Vota ju nuk është e dy fesht. 5 votime. 3 antarë po ta kërkojnë si pikë e parë e rendit ditës. Që të votim propozimi. Të lutem jo, më falni veç pak, të lutem ta shëroj njerë situatën, më pastaj do të keni kohën e botës, si themi ne, që të erime me këtë çështje. Futet në rand dite si e treta me radhë. Po? Unë me sa e lexova 2 pika. Po, miratime, okej. Hajde. Urdhani po do të japni po sepse po më duket se do ta kemë më tepër rolin korrigjues këtu. E dëgjova që fjalën vendos që thatë ju, edhe më boni shumë përshtypje, për shkak se për 3 vjet këtu nuk kam dëgjuar nga 2 kryesues parapraks janë kontulur aty. I nderuar ushtrues të tyre për prokurorit të shtetit. Një herë ish kryesuesi i këtij takimi. Në Këshillin Prokurorial të Kosovës nuk ka vendime individuale, ka vendime kolegjiale, ka propozime individuale. Ti mund të propozosh, unë mund të propozoj, vendos ky këshill me shumicë votash. Prandaj, edhe rendi ditës, edhe pikat në rendi ditës nuk mund vendosen nga ju, veç po ju korrigjoj. Mund propozohen nga ju një rendi ditës, duhet miratohet, nuk po e them unë, e thot ligji, e thot rregulloria. Vetëm jam në zbatim të ligjit dhe rregullorës. Prandaj ju kisha lut që çdo propozim që keni ju dhe ne këtu ti vendosim në proces verbal, sepse jemi para publikut, dalim mirë para publikut, sepse ju nuk vendosni, vendos këshilli, sepse është organ kolegjial, s'ka vendim individual. I nderuar antari luar në aspektin debatues, të falenderoj për vërejtjen tuaj që dhatë në drejtim të kësaj, mirë po të jeni koshient që sipas ligjit në fuqi dhe rregullorëve në fuqi, në cilësinë që kam ushtrues e tyre kë prokurorit të shtetit dhe antar ex officio i këshillit, lidhur me aspektin procedural të udhëheqjes së mbledhjes, të pikave të rendit të ditës, është në diskrecionin e plot të këtij udhëheci të mbledhjes, që është në cilësinë cilën e përfaqësoj, që rendin e ditës ta propozoj dhe pikat eventuale të rendit ditës pa u futur në votim, ti fus në rend të ditës. Faleminderit për gjitha situatat, mirë po kështu e thot ligji, kështu e thënë. Unë e kuptoj aspektin kolegjial të organit. Mirë po në rastin konkret, udhëheqja e kësaj mbledhje sipas ligjit dhe rregullorës është mbi organin që e përfaqëson gjithsesi ushtruesit të detyrës prokurorit të shtetit, antarit ex officio. Kjo është e tëra. Ju falenderit për mirë kuptimin. Andaj, vetëm që sipas gjitha propozimeve, sipas rendit të ditës, pika që ju propozuat është pika e 4 tash se rendi ditës, më falni. Mirë po unë u përqendrova më së shumti në pikat e rendit e ditës me përmbajtje, se rendi ditës i tërë, po. Edhe një artë i përsëres. Miratimi i rendit të ditës. Po, me renditje, konstatojmë, rendit ditës, i ushtua për proces verbal, i ushtua edhe pika sipas propozimit të 3 antarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, propozimi për certifikimin e kandidatës zonjës Elza Bajrami Kastroti. Dhe renditja e rendit të ditës është sipas pikave. Sipas pikave. Shqyrtimi dhe meritimi i rregullorës për zgjedhjen e kryesuesit
dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës të harmonizuar me ligjin 08L249. 2. Marrja e vendimit për shpalljen e thirrjes publike për kandidatura për kryesues dhe zëvendës kryesues të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Dhe 3. Propozimi për certifikimin e zonjës kandidate Elza Bajrami Kastrati. Këto janë pikat e rendit të ditës, të cilat të nderuar anëtar unë jap tani për votim. Kush është për këtë rendite? Mos keni ndonjë vërejtje. Falni veç një vërejtje ose një kërkesë. Me qenë se nuk kemi pajtimet plota se për këtë pikave të rendit të ditës, dhe nuk ka dakordans të plot që të kalohen me pëlqimin e gjithëve, kisha propozu që t'i shkojmë rendit ditës një nga një, sepse unë për gjitha pikat jam për me përjashtim të pikës fundit që u thot. Për atë arsye që mos t'inglojmë se vetë mos i ngatrojmë gjëra. Rendit ditës si tërsi... Urdhoni? Hajde, shkojmë probën. Veç pa kërëshu se s'po të kuptoj definitivisht që është qëllimi përfundimtar, përderisa prej datës 8 janar me shkrem të kemi kërku me thirrë mbledhje, me nxjerr thirrje sot, edhe një propozim e ki konkret të mbështetur nga 3 anëtar, pika e parë e rendit ditës e thash kur e shqytuva dhe tjetë certifikimi. Prandaj nuk e ka të drejten një anëtar i këtij këshilli kushdo qoftaj mbi 3 votat e anëtarëve të cilat që nga data 8 janar kanë propozuar me shkrem. Propozimi i parë në një organ kolegjial vendoset ai që ka me shkrem formë të rregullt dhe që në votim propozimin e parë timin s'ka lënë ecëm me propozime tjera. Nuk e di i nderuar. Na mund diskutojmë gjithë ditën, po vëllai nuk e sheh, nuk e dia. Unë po besoj që nuk kemi nevojë me diskutu. A mundem veçan një lidhur me koment? këtë çështje, sepse përveç 2 propozimeve të para që i kam bën sipas rolit të udhëheqës së mbledhjes dhe diskrecionit që i kam pas për këtë, kam lejuar që të bën edhe propozime të tjera që ju ju lutem, okay, veç ta përfundojnë, tani merrni fjalën sa të duash kohën të përgjigje. Renditja e parë e thash edhe një herë më duket. E rendit e ditës nuk është çështje preference, por çështje natyre procedurale. Kjo mbledhje ka karakter konstitutiv dhe funksionalizues, që të dy ato pika shkojnë në atë drejtim, kurse pika që po propozoni ju nuk është e kësaj natyre. Kjo është këtë një aspektit material e cila është për këshillin që do të funksionalizohet dhe në momentin kur funksionalizohet dhe ka përbërje të plot me kryesues dhe zëvendës kryesues, atëherë pikat që janë të aspektit material, substancial, të parat do të hipen për diskutim. Me që unë dhash arsyetimin pse po e fus në rand të ditës dhe isha shumë i qartë. Me qëllim transparencës dhe gjitha atyre gjërave tjera cilat i përmenda, u fut si e pikë e rendit të ditës. Dhe në asnjë mënyrë nuk mund të kaloj aspektin organizativ të Këshillit Prokurorial të Kosovës, mbledhja për cilën është thirrur, të dominoj një pikë e rendit të ditës dhe të jetë si e para, sepse nuk është karakteri i mbledhjes i tillë. Besoj që jemi dakord. Andaj, apo shkojmë me pikat veç e veç, apo a keni ndonjë? Po e kam një koment. Hajde të lutem. Po e them një që kam thonë në mbledhjet e kaluara sepse lidhet shumë me rëndësia e studentave të mi. Kur flas për demokracinë, në demokraci them që pakica e respekton vendimin e shumicës, por natyrisht që edhe shumica, përveç që trojtë e qeverisjes, gjithmonë e respekton pakicën. Megjithatë, krye prokuror, ky qëndrim i juaj konsistent në këtë çështje me të cilën po shkelet vullneti jam personalisht, po flas, do të më detyron është të marr qëndrim edhe kundër atij që unë kam menduar që do ta marr sot dhe do ta arsyetoj pse. Dhe barra përgjithësisë pastaj do të mbetet te ju. Një çështje teknike numerore qëndruan përmbajtësore për mua shumë e befasishme dhe s'do të doja ta shehja këshillin kësaj arena. S'do të doja.
është përmbajtje filozofike, sa që me të vërtet për me deshifru dhe me fut në konstantim të proces verbalit, po në paraqet pak vështirësi. Po ju kisha lut, ti kthehemi rendit të ditës dhe përmbajtjes që ka rendi ditës, e mos të ngarkojmë këshillin me gjonat cilat për mes votës mundi mi shpreh ton kohën. Ju lutem, falenderit. Falenderit shumë për mirë. Kemi diçka? Po. Hajde të lutem. Po bani përpjekje me arsyetu po unë s'pjo kuptoj çfarë karakteri ka pika certifikimit dhe çfarë rregulloria. E thash i Cila karakterit material, edhe për mua certifikimi është shumë ma karakter formal dhe që duhet me ecë si pikë e parë se sa miratimi rregulluar. E thash në arsyetimin tim. Këtu çka po shoh këtu sot, nuk isha dashur me i po publiku, mirë po kryesues je një antar në mesin e të barabartëve, edhe ata para teje që shtu kanë mendu që me vota bua gjithë shka dhe i kanë gra që ashtu, që të propozimin konkret të të antarëve në votim, dhe nuk jena këtu sot me bind njëni tjetrin kush ka drejt. Ne këtë organ vendos vota dhe ecim tutje. Kush don me po kush është bllokuesi të shihet, jo vendosni me dorën e juaj. Nderuar antar i Këshillit, tan kujdesem që të respektohet korniza ligjore, ligji dhe rregulloret në fuqi. Andaj, me lejoni që të jap rendin e ditës në votim. Ju thatë me pikat veçanta shkojmë? Hajde shkojmë me pikën e parë. Po, pikën e dytë. Po. Rregulloria. Po, shqyrtimi dhe miratimi i rregullorës. E jap për votim. Miratimi i rendit ditës, po, okej. Faleminderit për ndërhyrjen. Kush është për miratimin e rendit të ditës? Qëto me qëto 3 pika. Pika e parë është rregulloria, pika e dytë është shpallja kandidaturë, marrja vendimit për shpalljen e thirrjes publike, dhe pika e tretë është propozimi i juaj për certifikimin. Me këto 3 pika. Se ku e qenë votim propozimin tuaj personal, nuk peqet e 3 antarëve, shpe kuptoj. Kjo është abuzim me ulcën tonë të kryesues. 3 antarë të Këshillit po kërkojnë me qitë në votim propozimin. Po, të lutem, për rendin e ditë më duket u kuptum. Su kuptum absolut. Nuk hedhet në votim situata rend. Kjo është e qartë se keni ardhur me këtë ide që me bloku, do thot, Këshillin, nuk është e re diçka për mua, është e pritshme, sepse kjo është mendësi e njëjtë sikur ajo para praka. Nga ajo që po kuptoj, nderuar i kryesues, dhe po mundohem që dalim, sepse sinqerisht gjithmonë po futemi dikun ku po shkojmë në një rrugë pa kry. Nga ajo që po kuptojmë ne dhe gjithë publiku, tani më kemi 2 rende të ditës. Një që ju na keni dërgu, një ju që na keni dërgu, cilin sot po e ndryshoni me një kërkesë shtesë, dhe kemi një rend të ditës që ne të 3 antarët këtu ua kemi dërgu nga data 8 janar, nëse s'gaboj, dhe të njëjtin e kemi përsëritur pastaj. Me qenë se kemi 2 rende të ditës, duhet që të dyja të futen në votim, sepse nuk mund procedojmë ndryshe. Të nderuar antarë të Këshillit, nuk mund të kenë 2 rende të ditës. Ekziston vetëm një rend i ditës i propozuar nga ushtruesi i detyrës kërkurohet shtetit sipas mandatit dhe autorizimeve që ka me ligj dhe me rregullore. Propozimet shtesë për cilat ushtruesi i detyrës kërkojnë nga jo që kanë të bëjnë me organizimin e mbledhjes konstituive, erdhën si rezultat i dhe propozimeve, dhe kjo është propozim shtesë. Dhe propozimi shtesë futet në rand të dite, dhe unë vendosa me fut në rand të dite për arsyet për cilat i numërova deri më tash. Andaj, ju lutem, nuk është çështje vote këtu. Kjo është çështje e propozimit që shkon në s'po dua në atë kuptimin me debatu.
Nëse jeni për me miratur, për me vu në votim rendin e ditës, atëre me tregoni kur jeni gati. Me këto pika të rendit e ditës. Kryesues, pat disa propozime për ndryshim të rendit të ditës. Qysh në fillim, se për kthehemi problemit në fillim, në burim. Propozimet si tilla duhet të vendosen edhe ato në votim, sepse kishte një propozim. Propozimi ishte konkret i kolegut Visar, që si pikë e parë e rendit të ditës të vendoset certifikimi. Sepse nuk ka konstituim pa certifikim. Po si ju thonë ku vendet zgjedhjen e kryetarin pa deputet? Nuk bën. Ajo çka unë po kërkoj është që kishte propozimi i kolegut Visar duhet të hedhet në votim. A kalon si pikë e parë e rendit ditës? Varet pastaj, do të thonë se ka edhe propozime tjera dhe varet nga mënyra se si votojnë kolegët. Andaj. Dëgjoni, ju lutem antar Këshillit Prokurorial. Po ngatërron konceptet çka është aspekt konstitutiv dhe çka përbën propozimi i juaj që paraqet aspekt material vendosës në kuptimin kur të vendoset apo të kompletohet Këshilli me strukturën udhëheqëse. Kjo tema që e propozuat ju është në atë drejtim. Andaj, propozimi për rend dite, në kuptimin që 3 anëtar kanë thonë, ose e kanë propozuar më herët, kjo mënyrë, Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk është forum deklaratash politike, apo individuale, por organ kolegjial kushtetues që vendos vetëm përmes procedurës formale dhe vetimit. A është ashtu? Asnjë anëtar. Asnjë veprim s'ka politik, paktën nga unë. Ju lutem, nëse shkojmë në këtë drejtim dhe nuk i leni mundësinë kryesuesit të takimit për çka ligji e ka autorizuar me mbajt, atëherë me të vërtetë nuk po shoh ndonjë situatë tjetër kështu përveç se me shku drejt për drejt tani në votim të kësaj. Nuk kemi çka diskutojmë më shumë. Me votën tuaj do deklaroni a jeni për aprovimin e rendit të ditës me këto pika apo jo. E jap për votim rendin e ditës me 3 pika